Përshëndetje të dashur Demër, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Osho, quhet ky grup, dhe mesazhi juaj është kjo. Është vetmia e zgjedhur si udhëtim i brendshëm, reflektim, ndriçim i brendshëm dhe kështu me radhë. Por çfarë pasqyron? Kjo letër nuk flet për trishtim, por për fuqinë që vjen nga të qëndruarit vetëm, larg zhurmës së botës për të dëgjuar zërin e brendshëm. Ajo pasqyron maturinë, urtësinë dhe nevojën për të ecur në rrugën tënde shpirtërore pa u ndikuar nga të tjerët. Kur na del kjo letër si mesazh apo në lexim, jeni në një fazë ku vetmia është e nevojshme për të rigjetur veten. Po zhvillohet një ndriçim i brendshëm, një kohë për reflektim të thellë dhe i qartësi të dashur Demër. Të fton të mos e ngatroni vetmin me izolimin. Kjo është një vetmi e shenjtë, e fuqishme dhe do t'u ndihmoj shumë.